Emanueli që këshër është të? Kryeministri Kurti i ftuar në shtëpinë e SBA-s në Davos. Kryeministri Albin Kurti u ftuar në shtëpinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Davos për të marrë pjesë në një diskutim mbi besimin dhe udhëheqjen në kuadër një ditë para ardhes Trumpit, është kjo. Në kuadër të shënimit të 250 vjetorit të pavarësisë amerikane. Para 35 minutash e kanë nxjerrë. Shumë mirë dhe domethënë. Nder dhe kënaqësi të ftueshëm në shtëpinë e SBA-s në Davos për një diskutim frymëzues mbi besimin dhe udhëheqjen në kuadër të 250 vjetorit të pavarësisë amerikane. Ka qenë e djeshme. Jo pra që vetësoj publikun të që 37 minuta. E tash, Erman, apo me vetë diçka. Apo me vetë diçka. Vetësoj publikun, vetvendosja. Apo t'lut vetvendosja soi publikoj. Apo me t'lut diçka. Apo me pyet diçka. Apo me pyet. O Erman, apo me që disin. Vetëvendosja sa pa nxjerrë. Erman, a bën që disin që ma dha me ta kthy. A ka mundësi regjia me shku prej në faqet vetëvendosjes se nuk duhet të dalë gënjeshtar, të lutem regjia. Shkoni te faqja, nxjerrni që ta kuptojmë që para 37 minutash, tash u bë 38. Mund të bënë edhe 39, ju lutem. A ka shtet serios në botë ku presidenti janë nënshkru një marrëveshje të tillë dhe kryeministri hesht për 20 orë. Hajde tregom na mu këtu ku ka logjik si. Si u bua 20 orë? A e bu 2 orë? A e bu 2? Po që ka të herë që to ti po përveti këto se ta bëjash një dis. Po më intereson ku disi që to. Unë më thon ti keni shkoordinim total. O ku referencat e o Erman. Unë i referora, unë i besoj veç vetëvendosjes. Për që ata si ki punë mirë. Ku është referenca e në shkrimit, o Erman? A ishtë do është kryeministri edhe partia pushtet, partia shtet, me pos qëndrim për veprimet e presidentës të tyre. E cila ka në shkuni marrëveshje, këta s'ka deklarot, hiq. Apo do me folme në ikona vish vetë po kishe. Jo me Ermoni, jo se Ermoni do me bëjnë një dis, e di si ke... Që bëha kise si ju, apo kishe me vazhdu, të notëm, me nga përsërit që do 15 minuta. Dhe gjë, qëre, prej krejt diskutimet që tu kënë, ndjenja e përgjithshme është që kjo nxitim, kjo farë organizate, e krijuar, është iniciative e Zotit Trump, e presidentit Trump, dhe e cila ka hasë në një kundërshtim të një pjesë të rëndësishme të shteteve, të cilat kanë raport... Ajo është geopolitik, po që është geopolitik, si raport i kësaj situate, ku na nuk jemi rahat nëse Britania është kundër. Franca o kundër, Gjermania o kundër, nuk mujna me kundër krejtësisht rahat, sepse objektivi jonë geopolitik, i politikës jashme, lutëm lenë ta kry, lutëm lenë ta të spjegojta, lutëm se të dëgjone, asë njerës të regu. është Kosova tjetë shtet i cili aspiron të antarësot në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Pra, kur i ki që të dy objektiva kryesorit politikës jashme, ti nuk mundesh me qenë krejt rahat brenda qësaj situatë, të rejtë krijume. Pra, që ose ka pëlqit një shërë mes dy pjesëve të ekipit i cili bështet një aleancë, ti dush me pas kujdes. Dhe natyrisht që duhet me pra, edhe pjesën e parë fjalë, tha mos me trumpetu, qare nuk i pashkuti aty pa ureshtu, por nuk i luksin edhe me trumpetu mbi këtë iniciativë, për derisa nuk krijohet një unitet perëndimor rreth kësaj gjëje. Tash, hajde për ta shtrojmë ty edhe një dilemë. Pse sa do të shkruaj bashkë kjo marrëveshje në Bruksel? Pse po mendon që ndodhi? Cila? Deklaratat e qeverisë kanë qenë pak a shumë, nuk ka dialog në Bruksel pa çështjen Radojčić, pa zgjedhjen e çështjes. Po mide nuk është interesante. Po pse bashkët? Po pse në mblunja me një? Po pra. Po mide. Po pra. Po ti pedim. A ti po thuaj mirë ti bashkë si pyetje. Ti po thuaj mirë. Ti po e kupton që Kosova ti apo thuaj mirë me mashtru popullin në ka me balancu. Jo. Ti po thuaj si që është ty balancu zoti Rama me bashkumjen në Davos, po takimin e Ivanka Trump. Pra, do të balancojmë unë besoj që kryeministri i Shqipërisë që ka një heshtje më të madhe të zotit Kurti që pajtojmë që dita si shtu keni me doli, me thonë që këtë të shkete me nume, qëndrim, boba i ka menu krejt, shumë më të madhe nga i çështjes se sa
zonjës Osmani, e cila... Po thu që ke punë zgjidhë që shtu? Parmeno, Jo, nuk e parmeno që të thonë. Si të thonë, ylli baba i ka me nuk i cenët, e ka që një në Bruxelles, një e ka që me në shku me Trumpin, një e ka që me në shpinë Amerikane. Këtë në regull, baba i din krejt. Pse bre, dëgjam, pse yll, dëgjam, kjo është që apo thu ti, e më thonë, ti di që absolutikisht nuk ka shans teorike, dhe me baba i ka menu krejt. Si ka menu bashkë kur gjohes, Jo, po që të bëlluti, e ka bu një takim atje për të pagjeturit. Ka një dalim në mes të që ka bojë Roma dhe që ka bojë Kosova. Ka shumë dalim. Kosova. Edi Rama ka thonë po se ka nënshkru. E ka ratifiku e krejtë se ka nënshkru. Pra s'ka shku